Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shpërsuar ndjeshëm retorikën politike ndaj kryeministrit Edi Rama, duke akuzuar atë për fshehje të pjesëmarrjes në një samit global të zhvilluar në Spanjë, të cilën ai e përshkroi si të organizuar nga rrymat të ekstremit të majt dhe me qëndrim anti-amerikan. Ky samit e vërteta nuk ishte me një mantra anti-amerikane, por nuk ishte pro-europian. Jo, nuk ishte një samit pro-europian. Po tani të shtyu, të shkosh tek ata të cilët kanë qëndrime të kristalta anti-amerikane. Po pse do publikoj Alexis Soros fotot e samitit me Edi Rama dhe do i censuroj Edi Rama? Çfarë tregon kjo? A nuk tregon kjo për njëri pa karakter, frigacak, shturp, njëri pa dinjitet? Çfarë shtyn, çfarë interesi ka Shqipëria aty? Asnjë interes. Janë vetëm interesat personale të Edi Ramës. Në vim të akuzave, Berisha pretendoi gjithashtu se Rama ka lidhje me strukturat financiare për fshirë një bank të quajtur Jet Bank, të cilën e përshkroi se të lidhur me interesa familjare. Kjo është bank në funksion të familjes Rama. Me bitcoinin e ka në Shqipëri e menaxhon familja Rama, plaçkitje e call centrave. Tani për Olsin thonë, po nuk mund të them se nga që janë bërë aq të shumta, Olsi është licencues i tyre. Ato vjedhin shuma prallore, minimumi 30 milion euro në muaj secila. Nga selia e Partisë Demokratike, Sali Berisha paralajmëroi gjithashtu shpërsim të protestave opozitare, duke akuzuar drejtues të policisë për përdorim të lëndëve helmuese gjatë ubimit të fundit.